Ngjarjet e kohës së luftës jashtë Palestinës ndikuan qëndësisht në statusin e ardhshëm të mandatit të vështirë britanik. Më me pasoja nga këto ngjarje ishte Holokausti, vrasja sistematike e miliona hebrejve europian dhe të tjerëve në kampet e vdekjes së Hitlerit. Ndërsa përmasa e mizorive naziste u bë e njohur, vedia publike e perëndimit do ta përqafonte nocionin se vendosja e hebrejve të mbijetuar në Palestinë mund të shërbente si një dëm shpërblim për të merret që qytetërimi perëndimor kishte bërë të provonin. Ky qëndrim ishte veçanërisht i dukshëm në Shtetet e Bashkuara, duke lënë mënjan mungesën e entuziazmit që e kishte karakterizuar qëndrimin e tyre ndaj sionizmit gjatë viteve mes dy luftrave botërore. Shumë hebrej amerikanë u bën mbështetës të zjarrt të një shteti hebrej në Palestinë. Shpreha më e fuqishme publike e këtij qëndrimi gjendej në programin e Biltmorit, një varg rezolutash të miratuara në një takim të sionistëve të SBA-s më 1942, që bënin thirrje për imigracion të hapur për në Palestinë dhe krijimin atje të një Commonwealth hebre. Shtetet e Bashkuara u bën qendra aktivitetit ndërkombëtar sionist pas tubimit të Biltmorit dhe sionistët amerikanë e palestinez nisën një fushatë intenzive propagandistike për t'i përfshirë elektoratin amerikan dhe politikanët amerikan në çështjen palestineze. Presidenti Harry Truman, nga mbritja e tij në shtëpinë e bardhë më 1945, gjen në fushatën e rizgjedhjes së 1948-s, e mbështeti publikisht krijimin e shtetit sionist në tokat palestineze. Angazhimi i Trumanit për krijimin e një shteti hebre ishte i rëndësishëm, sepse Shtetet e Bashkuara, me ekonominë industriale në zgjerim dhe fuqinë e paprecedentuar ushtarake, dolën nga lufta si një superfuqi globale e aftë për të ushtruar presion të jashtëzakonshëm mbi aleatët e vet brenda Palestinës. Komuniteti arab, ende i trullosur nga efektet e shtypjes britanike të revoltës, ishte i fjetur politikisht gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa hebrejtë e Palestinës, Jishuvit, ju përgjigjen rrethanave të luftës me 2 pika kundërvënëse. Në njërin anë u angazhuan në përpjekjen britanike të luftës kundër Hitlerit, e në anën tjetër u përpoq ta sabotonte librin e bardhë dhe të përgatitej për një përplasje të armatosur me Britaninë me të mundur Gjermania. Mira vullnetar hebrej u bashkuan forcave britanike në mbështetje të kauzës së aleatëve, duke formuar në fund një brigadë hebreje e njohur si Haganah, që luftoi si një njësi e ushtrisë britanike në Itali. Përvoja e luftimit modern e fituar kështu nga trupat hebreje e pajisi Haganan me një kuadër veteranësh të përgatitur për të luftuar kundër Britanisë pas 1945-s. Në Palestinë, administrata britanike e lejoi Haganan sado që e paligjshme nga pikpamja teknike të siguronte armë hapur dhe të merrte pjesë me forcat britanike në përgatitjet për mbrojtjen e Palestinës kundër një pushtimi të parashikuar të Boshtit. Kur kërcënimi i Boshtit u fashit pas vitit 1942, pjesëtarët e Haganat i mbajtën armët bashkë me njohuritë e thella mbi rrjetin ushtarak britanik në Palestinë. Me gjithë vijimin e ndjenjës antinaziste brenda Jishuvit, udhëheqësit e tij pan praninë britanike në Palestinë si pengesën kryesore për përmbushjen e ëndrrës së tyre për krijimin e një adheu kombëtar hebre. Në dritën e asaj që po bëhej e njohur mbi fatin e çifutërisë europiane, këmbgulja Britanisë për zbatimin e kuotave të imigracionit të 1939-s u duk të jetë një padrejsi shumë e madhe dhe Agjencia Hebreje nisi një përpjekje të bashkërënduar për t'i shpëtuar hebrejt europian dhe për t'i sjellë ata ilegalisht në Palestinë. Duke marrë me qira anije që shpesh vështirë se ishin në gjendje të lundronin, Agjencia Hebreje transportoi refugjatët nga portet europiano-jugore dhe i zbriti në bregun palestinez. Kur autoritetet britanike i kthyen anijet e mbushura me refugjat apo i ndaluan mjetet detare dhe i dërguan udhëtarët e tyre në kampet në Qipro, e shtuan vendosmërinë e Jishuvit për të shpëtuar prej kontrollit britanik. Këto incidente u bën të njohura në mënyrë propagandistike dhe u përdorën për të mbështetur pretendimin sionist se vetëm një shtet hebre mund siguronte një streh për viktimat e brutalitetit nazist. Ishin 3 faza në konflikt që e sollën në jetë shtetin e Izraelit dhe konfirmuan ekzistencën e tij. E para ishte fushata sabotuese e Jishuvit kundër administratës britane